Sot është kthyer në një pararoj e transformimit, një pararoj e ambicjes për Shqipërinë e të nesërmes, një pararoj e përgjegjshmërisë lartë përpara brezit të atyre që trokasin dyert e universiteteve tona për të bërë specialistët e të nesërmes. Dhe padyshim që këtu ka një merit veçantë, jo vetëm leadershipi i universitetit, nuk ma kishte ngrënë mendja që do vinte dita që unë do lavdëroja kaq shumë sa herë që mbie rasti një demokrat, por kam kuptuar që kur demokratët nuk kanë flok, e kam më të lehtë që të gjej aleancë me ta, dhe vetë trupa e pedagogëve që e kanë mbështetur këtë proces reformimi, pa ndonjë konflikt, si konfliktet që zakonisht i shoqërojnë këto procese, dhe që e ka përqafuar këtë moment të ri progresi.